Tarifat amerikane, BE-ja me paralajmërim nëse dështon marrëveshja. Bashkimi Evropian, BE-ja, kryesisht dëshiron të arrijë një zgjidhje me Shtetet e Bashkuara në lidhje me tregtinë përmes negociatave, por nëse nuk arrin të prodhojnë një gjë të tillë, do të përgjigjen me kundërmasa. Kështu deklaroi sot në Washington komisionari i Komisionit Evropian për Ekonominë Valdis Dombrovskis në takimin pranveror të Fondit Monetar Ndërkombëtar të Bankës Botërore. Ai tha se BE-ja kishte ofruar tashmë për të blerë më shumë gaz natyror të lëngshëm nga Shtetet e Bashkuara dhe për të ulur tarifat për importet e mallrave të caktuar, duke shtuar se Brukseli do të mirëpriste qartësinë më të madhe nga Washingtoni në pritjet e tij. BE-ja qëndron pranë partneriteteve të saj ekzistuese dhe synon t'i thellojë ato, por ne gjithashtu do të negociojmë partneritete të reja në mbar botën për të forcuar sigurinë tonë ekonomike në vend, tha ai duke shtuar se BE-ja është një partner tektar i besueshëm, i parashikueshëm dhe do mbetet i tillë.